Mirë mbrëma të gjithëve. Komuna e Obilishit pritet të jetë komuna e parë në Kosovë e cila do të rregullohet me ligj të veçantë. Megjithëse kryeqyteti ende nuk ka një ligj, komuna e Obilishit do ta ketë ligjin jo për shkak të rëndësisë që ka kjo komunë, për shkak të numrit të banorëve apo rëndësisë ekonomike, mirë po pikërisht për shkak të ndotjes që termocentralet i shkaktojnë kësaj komune. A është kjo vetëm një komunë e cila duhet të rregullohet me ligj të veçantë për mbrojtje të ambientit apo ka komuna të tjera? Si do të jetë ky ligj, si do të kompensohen qytetarët dhe komuna do të diskutojmë të ftuarit tonë. Është nga deputeti i LDK-s zonja Melihata Tërmkolli, më vonë mirësevjet. Është zoti Xhafer Gashi, kryetari i komunës Obilishit, më vonë zoti Gashi. Mirëmbrëma. Dhe zoti Agim Kuleta nga Lëvizja për Bashkim, më vonë zoti Kuleta, i cili është edhe iniciuesi i ligjit për komunën e Obilishit sa ka qenë deputet në Kuvendin e Kosovës. Të nderuar shikues, shumë shpejt emision do të bashkohet edhe deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, zoti Shahit Muja. Mirë po ne po fillojmë pa humbur kohë me ju, zoti Kuleta, pasi që keni qenë në atë kohë iniciuesi i ligjit dhe keni mbledhur në shkrime, jeni angazhuar në terren dhe keni punuar në draftimin e këtij ligji. Mendon se ky ligj i plotson të gjitha kriteret e nevojshme dhe domosdoshme sa i përket një komune apo është dashur të zgjerohet, pasi që deputeti i LDK-s ka thonë se ligji nuk është i plotë dhe duhet të kthehet në rishëtrim në Kuvendin e Kosovës. Atëherë, fillimisht dua të shpreh kënaqësinë e madhe që sot gjendem në një studio pas miratimit të këtij ligji për Obilishin. Hera fundit kur kam qenë në studio ka qenë gjatë fazës sa ka qenë në procedurë në Kuvend dhe ndjej kënaqësi të veçantë që tani më ka përfunduar kjo disad për këtë ligj. Dua të falenderoj të gjithë ata që janë angazhuar për miratimin e këtij ligji prej momentit të draftimit të tij deri te momenti i miratimit. Gjithashtu dua t'ju uroj të gjithë qytetarët e Obilishit dhe rrethinës, të cilët edhe prej ky ligj për këtë ligj tepër i nevojshëm dhe do të thosha i një domosdoshmërie të vonuar për nga koha e realizimit. Ligji për Obilishin konsideroj që është një ligj i mirë, nuk e mohoj mundësinë që mund të ketë mangësi të caktuara, të cilat do të vren sidomos gjatë fazës së implementimit të tij, por konsideroj që megjithatë është një ligj i domosdoshëm, i cili është dashur të miratohet edhe shumë herët. Ky ligj ka kaluar nëpër një rrugë shumë të vështirë, me shumë pengesa, nga më të ndryshmet, duke filluar nga ato financiare, do të thotë argumentet ashtu quajtura, kanë qenë nga ato financiare që nuk ka buxhet për të financuar këtë ligj, deri te ato që ky ligj përbën diskriminim për komuna tjera. Sa i përket aspektit financiar, konsideroj që ne si shoqëri nuk kemi duke i dhënë Obilishit diçka. Ne Obilishit po i marrim më pak se që kemi marrë zakonisht. Dihet që qeveria e Kosovës, do të thotë pushteti qendror, vazhdimisht merr tantiem në shfrytëzimin e të ngjillit që nxirret në këtë komunë, dikon 27-28 milion varion për vitin vet. Dhe ky ligj parashet drastikisht më pak të dërgohet i kthehen kësaj komune në funksion të zbatimit të tij. Sa i përket diskriminimit, unë do të thoja që diskriminim, nëse duhet patjetër përdoret diskriminimi kur përmendet ligji për Obilishin, unë do të thoja që me këtë ligj e zbusim diskriminimin që i është bërë vazhdimisht Obilishit. Unë vazhdimisht e kam potencuar dhe duhet ta marr edhe këtu këtë shembull, ta përmend. Obilishin gjithmonë e kam krahasuar me një skllav, cilin e kanë shfrytzuar maksimalisht dhe askush nuk është brengos për shëndetin e tij, për mirëqenien e tij. Kjo përbën një zonë të veçantë, padyshim, dallon prej zonave tjera, sepse përbën zonën më të ndotër në territorin e vendit. Ka edhe zona të tjera të ndotura, nuk ka dyshim, por kjo sipas statistikave përbën zonën më të ndotër të vendit. Përbën burimin e rreth 98% të energjisë që prodhohet për tërë vendin. Pasuria nëntoksore që merret për prodhimin e kësaj energjie, të cilën e shfrytëzojmë të gjithë ne në këtë territorin e Kosovës, merret nga kjo komunë. Dhe në emër të kësaj pasurie që shfrytëzohet, në shfrytëzimin e kësaj pasurie, siç e thash, pushteti qendror merr mbi 25 milion 27-28 varion për vitin vet. Pra kjo zonë realisht është e veçantë. Deri sot ka mungu aspekti ligjor i rregullimit të kësaj shoqërisë zone veçantë. Duke qenë e veçantë pa u rregulluar
me ligj është dëmtuar biliqi. Tash duke u trajtuar me ligj si veçantë, po them e zbusin dëmet edhe diskriminimin që i është bërë vazhdimisht kësaj komune. A është dashur kjo zonë përfshi pak më tepër? Për të qenë korrekt maksimalisht në këtë çështje, në vitin në kohën kur kam qenë unë deputet, kur është iniciuar. Vetëm me uru mirësardhje zotit Muja, i cili ju bashkoi misionit tash, zotit Muja mirë se keni ardhur në emision. Vazhdoni zotë Kuleta. Po, kur është iniciuar ligji herën e parë, mandatin e kaluar nga unë, drafti që është paraqitur në kuvend ka qenë ndryshe për këtij që është miratuar. Do të thotë unë kam këtu versionin që ne kam dërzuar. Në ndryshimin e ligjit, mirë po, pse po përmendni pikërisht draft ndryshimin e ligjit? Ka paraqitur zonë më të gjatë të tërheqet apo ka qenë vetëm për vetëm këtu desha të pikërisht këtu desha të them. Atëherë ka qenë ndoshta më specifik ligji. Ka qenë propozimi që të ndahet në dy zona. Zona e parë që përfshin 3500 metra nga burimi i ndotjes dhe zona e dytë që përfshin nga 3500 deri në 6000. Dhe në përputhje me shkallën e ndotjes dhe dëmet që shkaktohen, të caktohen edhe masat që duhet të ndërmirren. Për ta funksionalizuar ligjin, për ta thjeshtuar më tepër zbatimin e tij, atëherë komisioni pa vendosur që të mos ndahet në dy zona, por të përfshihet vetëm në një zonë. Dhe pa vendosur që kjo të jetë 5000 metra. Do të thotë në atë kohë, normalisht nuk kam qenë i kënaqur me këtë çështje, por ka vazhduar punën komisioni dhe ka vazhduar me 5000. Do të thotë është miratuar në lexim të parë dhe pastaj është kthyer prapë nëpër komisione. Ku marr pika referencë termocentrale apo qendra Obiliqit? Propozimin tim ka qenë qendra Obiliqit. Më vonë është ndryshuar zona mes dy termocentraleve. Gjithashtu në inicimin që është bërë pasaj se dihet që ka shku ka ndodhur shpërndarja e kuvendit dhe është iniciuar prap nga zoti Raif Qela, deputeti i LBS në kuvend, prap në propozimin që kemi këtu është e njëjta ndarje. Do të 3500 edhe e dyta prej 3500 deri në 6000. Mirë po me amandamentim, që është amandamenti 6, është vendosur që zona rrezikuar mjedisore përfshin rrezën e distancës ajrore deri në 5000 metra nga pika midis dy termocentrale në Obiliq. Tash, ju thata a duhet kthehet ky ligj, siç ka propozuar edhe deputeti Atër Kolli. Unë konsideroj që është hap i madh drastik nëse kthehet mbrapa. Do të thotë nuk ka dyshim, siç thashë, ne angazhimi kemi pasur të jetë zonë më e gjerë, i kam edhe këtu skicat që është matur atë në atë kohë. Mirë po kthimi, unë konsideroj që është shumë i dëmshëm. Edhe është njësoj sikur me miratimin e këtij ligji ja kemi ofruar një gotuj një të etur në shkretir, edhe me kthimin mbrapa ne po ja derdhëm këtë gotuj para syve. Kjo pak mendoj është drastike, sepse dihet vështirësitë, siç thash pak më herët, në të cilat ka kaluar ligji, edhe kthimi mbrapa konsideroj që është një avanturë rrezikshme. Nuk dihet në fundit si do të funksionojë kuvendi, a do të ketë prapë ndonjë ngësh ose diçka, edhe mund të mbetet ky prapë përfundoj mandati të mbetet pa miratuar. Unë konsideroj që ky ligj duhet ecë kështu si është, duhet ta nënshojë presidenti dhe pastaj të vazhdohet nëse konsiderohet e nevojshme me zgjerimin e atyre zonave me amandamentin të ligjit. Po konsideroj që dëmi është më i madh nëse kthehet. Faleminderit, po vërtet me kryetarin e komunës, zotë kryetar, a është apo jo kjo zona vetme e rrezikuar për termocentraleve të Kekut dhe zona e vetme që ka një ambient të ndotur në atë territor, apo është dashur të zgjerohet territori? Faleminderit për ftesën fillimisht dhe unë shfrytëzoj rastin fillimisht të shfrytëzoj të përshëndes të gjithë deputetët të kuvendit të Kosovës që atë ditë miratuan ligjin për Obiliqin. Jo, si që dini, Obiliqi është një zonë ndotën dhe dikon rreth 72% të territorit të saj shfrytëzohet për prodhimin e energjisë elektrike dhe kuptohet se në këtë drejtim pastaj gjatë procesit të prodhimit të shkaktohen dëme zakonisht në ambient. Ne jemi jashtëzakonisht të kënaqur me punën që ka bërë fillimisht komisionet dhe në këtë rast shfrytëzoj rastin ta falenderoj shumë edhe Komisionin për Bujqësi, Pilëtarimi, Des dhe Planifikim Hapësinor, që i ka pri zotri Muja, ka pas jashtëzakonisht përpjekje që të nxjerrët një ligj sa më i kompletuar për zonën e ndotjes. Unë besoj që
në këtë drejtim e kanë dhënë kontributin të gjithë, duke filluar dhe nga kryetari i Kuvendit, me pastaj kryeministri, ministri i ambientit, komisionet të ndryshme parlamentare që kanë vizituar her pas here komunën e Obiliqit dhe gjendjen çfarë ka Obiliqi, ka ardhur deri te një përfundim që në Kuvend me 72 vota për është votu, s'ka asnjë vot kundër dhe asnjë abstenim. Që në kupton e jem njerëz me të lumtur që më në fund do të ketë edhe për Obiliqin një fillim të ri për përmirësimin e gjendjes. Sa përket zonës, unë mendoj që këto tek ligji përcaktohen shumë mirë të gjitha obligimet që i merr edhe niveli qendror, në këtë rast ministrit përkatëse, dhe komuna pastaj operatorët ekonomik. Unë mendoj që me këtë ligj nuk do të përfiton vetëm zona të cilën është përcaktuar për 5.000 metra që tha edhe iniciuesi i projekt ligji që tani është ligj, po do të përfiton edhe komunat përreth, gjithashtu do të përfitojë gjithë Kosova, sepse do të ketë një mbikëqyrje më të madhe në këtë drejtim dhe një investim më të madh sa i përket çështjes së mbrojtjes së ambientit. Ju e dini që atje edhe toka, ajri, uji janë të ndotura. Ka pasoja marramense në vazhdimsi që i kanë përjetuar qytetarët e asaj zone, duke filluar nga infrastruktura, pastaj shëndetësia, çështja e punësimit të shumë çështje të tjera që tani më trajtohen me ligj. E sidomos ka shi operatorit ekonomik që unë besoj tani me ligj ai do të jetë më i përgjegjshëm dhe në momentin kur ata do të jenë të përgjegjshëm, do të krijojnë murin mbrojtës ndaj zhurma, do të krijojnë brezën e Xhelbert për mbrojtje nga thërmijat e pluhurit, do të jenë të kujdesshëm për elektrofiltrat, do të jenë të kujdesshëm për rikultivimin e gropave të minjerave, pastaj trajtimin e hirit, e kështu me radhë, ujrave fenolike. Unë besoj që do të përfitojnë të gjitha komunat përreth. Dhe në këtë rast, dhe në këtë sipërfaqe, preket edhe komuna e Prishtinës, preket edhe komuna e Fushkosovës, edhe komuna e Obiliqit. Mirë po, kuptohet që me që tani eksploatimi i thëngjillit dhe prodhimi i energjisë është në Obiliq dhe shfrytëzohet kryesisht minjera është në Obiliq, atëherë kjo unë besoj që është në rregull dhe në një të ardhme me siguri në 10 vitin e ardhshëm kur minjerët do të zhvendosen në drejtim të vështresë, ka mundësi që do të pëson ligji pra ndryshime dhe tantiema do të përfitohet nga vendi nga vendi ku nxirret thëngjilli apo xheja. Faleminderit zot Muja, ju si kryetari i komisionit, a mund të pret një kërkesë të tjera të komunave të tjera të cilët potencialisht janë komuna të ndotura, do ta përkrahni një iniciativë për një komunë tjetër për nxjerrjen e ligjit veçantë për atë komunë, apo ky ligj për shkak të mbikëqyrjes që do të bëjë ndaj operatorit ekonomik, ndaj korporacion energjetike të Kosovës, do të mbrojë komuna të tjera, pasi që ka shumë dilema se a është dashur apo jo brenda ligjit të futet edhe komuna e Fushkosovës dhe e Voshtresë. Po, ky ligj ka kalu vërtet një maraton të gjatë në për sirtarët e parlamentit, që është nga mandati i kaluar dhe deri më tani, dhe ne po ashtu edhe në këtë mandat ka qëndruar gjatë dhe nuk kemi pas një harmonizim të mirë me kërkesat e ligjit. Është e vërtet që kemi bërë disa ndryshime në nene, të cilët jemi përafru në interesin për komunitetin dhe si zone veçantë që të shpallët Obiliqi, domos do të përfitojnë edhe komunat përreth, në mënyrë indirekte ato edhe direkte kontaminohen nga Obiliqi, kontaminohen edhe nga deponit të cilat janë dhe këto format të cilat tani në ligj janë të përshkruara që të sanohen, ato do të jenë ndihmëse edhe për komunat të cilat janë përreth. Ç'është e vërteta ne kemi diskutuar dhe kemi kërkuar edhe si debat publik kur kemi pasur, kam pas mundësi gjithë deputetët, gjithë komuniteti i interesuar, po ashtu edhe udhëheqja komunale në këtë rast edhe parashtruesi në ligjit që ka qenë lëvizja për bashkim, të japin mendimet e tyre në debate dhe me amandamentime të kërkojnë edhe trajtimin
në aspektin ligjor që të futën në këtë ligj. Mi po të gjitha ato vërejtje të cilat janë paraqitur gjatë të takimeve, ne i kemi trajtuar dhe kemi ardhur në përfundim me këtë ligj të cilin e kemi miratuar në seancën e kaluar dhe tani me ky ligj ka një formë të prerë, i cili besoj është në interes të komunitetit të Gjergj Obiliqit, do të përfitojë edhe Prishtina dhe shpresoj që së shpejti të nënshkruhet. Unë i kuptoj shqetësimet edhe të zonjës deputete Meleate, e cila kërkon që të shtyhet kjo apo të riamandamentohet. Mendoj që nuk ka hapësirë, sepse kjo si zonë e kontaminuar është shpallur, sepse në komunën e Obiliqit është ky termocentral gjigant ndodh si më i madh, i cili ka ndodhur me dekadat e tëra, po ashtu ka interferuar edhe me mija sipërfaqësore, e cila është në pjesën e Bëllaqevcit dhe fshatra dhe deponit e Hirit, që japin edhe dëmtime normal edhe në komunën e Fushë Kosovës nga lëvizja e erave që sjell prej Hirit, dhe ato të gjitha me këtë ligj do të sanohen ose gropat do të mbyllen dhe do të rigjilbrohen, dhe prandaj do të përfitojnë edhe nga lëvizjet seizmike të mundshme, të cilat duhet të ketë parasysh edhe operatori ekonomik në këtë rast dhe qeveria mbas të ligjeve në fuqi, po ashtu dhe ligjeve të ambientit të cilat janë sot në fuqi. Prandaj çdo hapësirë e mundshme që të prolongohet kjo do të jetë në dëm të komunitetit, edhe pse është i vonuar shumë. Ju e dini që janë disa faktorë të cilët e kanë shtyrë të mos të miratohet. Faktori numër 1 është edhe gjendja ekonomike e buxhetit përgjithshëm të Kosovës, e cila s'ka lejuar që ndoshta të kalojë një ligj i tillë. Mbi të gjitha ambienti do rregullohet atje dhe deponit po ashtu të mbetorinave, të cilat do të jenë të obligueshme të nënshtrohen këtij ligji. Pastaj lumi Sitnica, i cili ndotet vazhdimisht nga ujërat fenolike dhe mbetorinat në mënyrë konstante dhe që interferojnë mandej edhe në pjesën e Vushtrrit. Të gjitha këto janë një shembull i mirë që Kosova është duke trajtuar zonat të tjera të cilat janë po ashtu të goditura, janë edhe zona e Drenasit, e cila po ashtu është e kontaminuar, por jo në këtë masa që është e Obiliqit, me qenë se atje e në marrë disa masa nga ankesa të cilat ti kemi bërë ne në parlament edhe në komisione, dhe mendoj që ajri tani më është i sanuar, atje mbetet vetëm sanimi i hedhjes mbetorinave që i lën djegja e Xehës që bëhet, edhe ajo brenda vitit të 2017 do të rigjelbrohet e tëra dhe do përfundoj në një formë të një parku dhe nuk do ketë më kontaminime dhe në lumin Drenica që lidhet me lumin Sitnica. Zonë tjetër është në shqetësim. Do ju kthejmë zonave se të diskutojmë pasaj në emision, pasi që ka shumë zonat kontaminime në Kosovë dhe mos hubim kohë të përqendrohem te ligji për Obiliqin aktualisht, të cilin deputeti ka kërkuar që të rikthehet për amandamentim apo riamandamentim në Kuvendin e Kosovës, do të mos nënshkruhet nga presidenti i Kosovës. A është kjo një kërkesë të cilën bashkëpunëtues po quajmë pak a shumë drastike, apo është një kërkesë e arsyeshme nga zotin deputet? Si arsyetoni kërkesën që keni bërë? Faleminderit. Puna e parë, unë nuk e kam për zakon me hy me këto patetizma, edhe me fillu as me vazhdu me patetizma. Puna e parë që duhet thuhet është që ligji për Obiliqin ka qenë absolutisht i domosdoshëm. Kështu që çdo përpjekje e kujt do qoftë, edhe disave që janë këtu, për të hedhë një tjetër ose për ta vënë në një tjetër kontekst, çështja në kërkesës sime është e papranueshme. Ligji për Obiliqin është një ligj i domosdoshëm dhe kërkush nuk është çu kundër ligjit për Obiliqin. Unë jo, s'po du me arsitu kërkuj, por po du me fol me argumente, jo me patetizëm.
Thjesht ligji për obilishin natyrisht ka kalu në përdo procedurën, në përdo ka kalu dy legjislatura, që dyta legjislaturë, dhe më thonë, e vërtet. Herë është evitun nga qeveria, jo s'ka mjete me financu, jo njana, jo tjetra, pak deputete kanë ditë mandej që është fillu edhe një herë me u rishqyrtu, e tjera, nuk po hynë procedurën e miratimit, sepse procedura ka shumë shka për të folë, edhe ka shumë shka pa regullësi. Po do me hy dire, ka pa regullësi. është bo gati në një farë mënyre, gati klandestine. Pse? Veç pak, nuk po do me hy në atë, gati është bo një farë loj kontrabande me këtë ligjë, edhe pse 3 vite ka nejtë në për tavolina, në për sirtar, në për të parlamentit. Kur ka ardhë puna për me miratu, për me votu, gati kontraband ka hy në parlament. Etash, ku është problemi? A ka problem, a është hap drastik nëse këthejet? Unë menoj që nëse shkon kështu, me të vërtet është diçka do të shoja drastike. E tha, zotni, agimi që një gotu ju ka dhanë qytetarve, tash mos ja merrni. Jo, zotni, ajo gotë e ujit që ju ka dhanë veç gjysës qytetarve të rrezikuar. Gjysma tjetër ka met pa pik uji. Na po ja ndalojmë me këtë ligj gjysmës tjetër qytetarve që janë njësoj të rrezikuar, në mos edhe më shumë, se sa një pjesë e madhe e qytetarëve të Obiliqit, po ja mohojmë mundësinë për me pas qëtë gotë të ujit. Prandaj, kërkesa ime është që krejt ato pjesë, krejt ato vendbanime, krejt ato vend burime që janë të rrezikuara, ta kenë gotën e ujit. Kjo është poenta, kjo është esenca. Dhe mendoj që këtu nuk ka kur të keqe. Argumente është, jo, ju lutem. Ju lutem. Tregomna cili vendbanim, përveç lajthishtes, Krëshef që është qujtë, tregomna cili vendbanim është maj rrezikum në Obiliq se sa Bardhi i Madh. Për shembull, veç një. Tregomna cili është, ju lutem. Apo nuk e dini ku i bjen Bardhi i Madh. Jo që e keni bërë. Jo, në atim që uresh për qytetarë, më falë. Ju lutem, tash. Unë po du me folë me argumente. Të gjitha, po du me folë me argumente në bazë të ligjit. Patetizmat, leti me arkushton. Së janë pjesë e imja. Ligji i rregullon burimet dhe më thonë burimet e ndotjes. Çka janë burimet e ndotjes? Nuk është burimi i ndotjes vetëm termocentrali. Edhe pse edhe me termocentral, shumë më tepër është e rrezikum një pjesë e madhe e komunës Fushë Kosovës, se sa pjesa andej ka veriu ka e Obiliqit. Unë nuk po du me kontestu. Ligji për Obiliqin duhet më u bo, është bo, në fakta, ky ligj absolutisht duhet më u plotësu, sepse kanë mbet jashtë shumë vendbanime që preken direkt nga burimet, vendbanimet, mbi gjysmë vendbanimeve të komunës Fushë Kosovës. Dhe në ligjin inicial, ka qenë përfshime, pa ka shumë edhe komuna Fushë Kosovës, që tash me këto amandamente është hek në tonësi, nuk e di pse, po është këta e din që e kanë hek, është hek në tonësi, merr një këshirën edhe aspektin shëndetësor, Xhafer, merr një këshirën e mia, në ligjin veç pak, lutem, tash mos më ndërhy, se kretë folën 10 minuta, unë halon se folën 2 minuta. Po si folën 2 minuta, ka dale. Po s'ka qenë Fushë Kosovë. Keni durim. Nuk është problemi nëse e keni marrë ju Obiliqin, veç si komunë, që ashtu si Obiliq, është diçka tjetër. Nëse kjo është marrë, si evitim i pasojave dhe dameve për vendbanimet e rrezikuara, atëherë do të flasim ndryshe. Në fakt, vetë emërtimi i ligjit, thot, ligji për Obiliqin edhe zonat e rrezikuara për rreth, që nuk janë përfshi zonat për rreth. Absolutisht. Është përfshi vetëm komuna e Obiliqit. Rrezja prej 5.000 metra, a e merrni me mend çka bën? Mihen sipërfaqësore, në mbar të madh, e ndonë për gjys vjen. Në gjys të mihjes vijnë 5.000 metra. Është absurdeve që unë nuk e di kush ka mujt me hy edhe me bon një mënyrë të tillë dhe një matje të tillë. Deponit, mihja sipërfaqësore, burimi ndotjes, mihja sipërfaqësore në mbar të madh, që s'ka shans që po thot me umbulu, ndoshta mbas 10-20 viteve 30 mbulohet, po ajo është me mija që është burimi ndërmat mëdhtë ndotjes. Kanjëherë është burim më i madh i ndotjes edhe se termocentrali. A dini sa është larg Bardhi i Madh edhe komuna edhe Lismiri do vendbanime tjera, veç 50 metra.
Veç 50 metra, shtëpia fillestare, bardhit madh, është larg mihjes sipërfaqësore, zotni, që është mihja me 500-1000 metra thellësi. Edhe krejt ajo është burim i plotë i ndotjes, burim me kilogram marrin ata qytetarë, me kilogram marrin ndotje dhe krejt ato mbeturina prej mihjes sipërfaqësore. Tjetër, janë gropat e mihjeve. Gropat e mihjeve janë komunë të Fushë Kosovës, nuk janë të Obilishit. Tjetër, grumbujt e Hirit dhe Thëngjillit. Shumica janë komunë të Fushë Kosovës. Po ashtu, Bardhi i Madh, Lismiri, Kuzmini, Bardhi i Vogël, Vragolia, edhe qendra Fushë Kosovës, që gjitha janë rrëz krejt këtyne burimeve, dhe më thonë, të mëdha të ndotjes. Termocentrali po, kalon vija mbi 5.000 metra, mirë po, kjo nuk mund të llogaritet kështu. Sepse ka mundësi që shumë nga ato burime dhe shumë vendbanime që mund të jenë nga një herë më afër vetë termocentralit janë ndoshta kanë një herë më pak të rrezikuar se pjesa tjetër, sepse kjo llogaritet me burimet ndotjes, nuk llogaritet me territor komunal. Këta kanë llogaritë me territor komunal. Edhe në fund deponitë mbeturinave. Deponitë mbeturinave janë në nuk më kujtohet emri, po, janë në Mirash, uji në Bardh Madh nuk pihet. Uji në Bardh Madh nuk pihet. Pikërisht për shkak të kësaj të kësaj deponie. Një nga ato, e thash, ajo çka kam kërku, ju lutem, po du me sqaru një herë e mirë. Nuk është mirë me u marrë me të keq, nuk është mirë me u marrë me diçka kundër, absolutisht kërkush nuk është kundër, por kundrazi, unë jam që ligji i Obilishit me të vërtet ta rregullojnë në tansi, ligji për Obilishin dhe rrethinën e tij ta rregullojnë vërtet në tërësi materien dhe të përpiqemi të zgjidhim krejt ato probleme, krejt, ndoshta jo krejt, po bilet përpiqemi të zgjidhim problemet e banorëve, qytetarëve dhe sipërfaqet që janë aty, të gjitha vendbanimeve që janë të rrezikuara, të mërësisht rrezikuara. Këto vendbanime në Fushë Kosovë, gjysa më shumë e vendbanimeve janë njësoj të rrezikuara sikur vendbanimet në Obilish. Në mos disa prej tyne edhe më tepër, ju lutem, edhe më tepër, kam shumë fakte, kam shumë argumente për këto. Prandaj, etash do të përfitoj Kosova. Këto fjalë mos u merrni me këto fjalë, po natyrisht që përfiton Kosova. Kretë përfitojnë. Edhe kështu që është ligji. Po, na mund me thonë, e bom një ligj mirë, po përfiton Kosova. Kretë në rregull, kretë dakord. Përfiton, po i keni lanë pa ujë, kamet me këtë ligj pa ujë, ata njerëz që janë të etur njësoj sikur pjesa tjetër. Prandaj ju lutem, ligj diskriminues. Po vendi i Kosovës nuk bën me miratu, nuk është mirë. Unë prandaj kam kërku që ligjit të kthehet, jo të heqet, jo ligjit anullohet, absolutisht në asnjë variant, në asnjë mënyrë. Sepse unë vetë nuk do të jem plotësisht kundër nëse dikush kërkon me u anullu ligji. Por ligji duhet të plotësohet me ndoshta një amandament krejt, me një amandament për të kriju mundësi që të gjitha vendbanimet që dëmtohen nga këto burimet ndotjes që janë parapon ligj të evitohen. Në bazë të argumenteve që ju shtrut, unë e kuptoj, po e kuptoj. Vetëm po duhesh një pyetje me bë edhe me vazhdu. Unë e kuptova që në bazë të argumenteve që shtroi zona Tërmkolli, ky ligj duhet të quhet ligji për Fushë Kosovën dhe Obilishin, për arsye se shumica ju lutem, ligji quhet ligji për zonën e rrezikuar mjedisore të Obilishit dhe rreth tij. Tash në atë mirë, po çish do të ndahet tantema nëse është ligji për Obilishin. Po tash na nuk kemi faj pse janë qelluar dy komuna, të cilat rrezikohen. Vendbanimet që janë pjesë e dy komunave. Unë nuk jam kundër për dy komunat ligji, po bëj pyetja, a mund të më për dy komunat, ligji për Obilishin dhe Fushë Kosovën? Mundet me u bë, pse s'mundet me u bë? Mundet me u bë edhe ashtu, mundet me u bë edhe për krejt veç zonat të rrezikuara. Është problemi tantiemës, tantiema duhet të kthehet në komunë. Edhe zonat po ju lutem, ndoshta që tu dikujt po e vao, nuk është mirë ta informojmë, dëgjoj. Nuk ka problemi pas gjë. Nuk është mundet me dhim dikujt, po nuk e pas. Deputetja bëni disa akuza të pa baza, e cila është jo akuza shajp, janë argumente. Po kur thu klandestine, ti akuzon. Nuk thash klandestine, gati klandestine. Po as gati edhe kjo është dyjat të cilat ndëgjoj, veç pak nëse ti ke qenë e pa informuar nga grupi parlamentar
i lidhjes demokratike, ku ti përket, është problemi i komunikimit juj me deputetët cilët përfaqësojnë në komision. Dhe ky ligj është debatuar jo msheftas, është debatuar shumë herë në media dhe kemi diskutuar edhe këtu në subvencion para ca mujsh kështu. Dhe ju asnjëherë nuk keni ofru me asnjë propozim dhe askush si ka ndalu këto. Prandaj nuk është mirë me dezinformu opinionin. Tjetra, ju po tregoni që nuk i njini ligjet në fuqi të ambientit. Po më vjen keq. Nuk mundet të përfshihen krahasimisht zona e obiliqit ose zonat me operatorët direkt ku janë, dhe me ato që interferojnë. Ne kemi diskutu gjëre gjatë edhe probleme, si që po thuti, për Fushë Kosovën, që s'ka qenë asnjëherë në ligj, këtu e paraqitur, por interferon dhe ligjet në fuqi të cilat janë, i ndihmojnë këtij ligji. Prandaj, ligji për ambientin është ligj suplementar. Ky ligj është ligj suplementar i ligjit të ambientit. Prandaj nuk është mirë me qujt as klandestin e as të pa informum. Informimi publik është bo ndëgjimi publik, disa herë është bo ndëgjim publik, si pas mundësi gati klandestine. Ka shku një verzion, për një rrit juja, ka shku një verzion i cili ka qëndru në Komisionin për Bugjet dhe Financa. Është prap kryesues, është kryetari i komisionit të Zoti Naser nga Lidhja Demokratike. Aty ka qëndruar deri mbi 3 muaj, 4 muaj. Dhe nuk kemi marrë ne si komision asnjë përgjigje. Dhe ne kemi bërë tërheqjen e ligjit prap në komision dhe kemi riamandamentu dhe kemi formu në këtë mënyrë dhe ligjit që është e vërteta i kemi hequr disa nene. Neni i cili parashihet për shëndetësi i kemi hequr, me qenë se do të përfitoj nga tantiema dhe do të ketë shtesë nga tantiema, sepse tantiema do të jetë dedikuar, do të thotë taksa mbi mineralin dhe që shfrytëzohet nga operatori ekonomik dhe prandaj nuk është mirë ky ligj të tërhiqet, sepse ne po flasim Si është rregulluar tantiema zoti? Për tantiema është kësaj. Unë me një grup të deputetëve kam paraqitur edhe ndryshim ligjin për minjera dhe minerale, do të thotë ligj të ri, ku me qenë se u miratu ligji i Trepçës dhe ky ligj i cili është miratu, po që se nuk bëhet ndryshimi i ligjit për minjera dhe minerale, as ligji i Trepçës, as ky ligj nuk mund të implementohet. Prandaj deri më tani ka qenë taksa për mineralin apo tantiema që është quajtur, është tërhequr dhe është derdhur komplet nga operatorët si taks, e cila është në mënyrë tabelare përcaktuar për tipin e mineralit, është derdhur në buxhetin e Republikës Kosovës. Tani e tutje me këtë ligjin që kemi propozuar ne, me qenë se paraqitet edhe në ligjin e Trepçës, kjo bën në koalizion nëse nuk e miratojmë ligjin e ndryshuar. Dhe ne duhet ta ndryshojmë tash ligjin dhe kemi propozuar që 20% nga taksa të mbetet në komunitet. Në komunën është ekstra buxhetit. Po ashtu edhe në Feronikeli do të paguaj do të ndahen 20% për komunën e Drenasit. Si ndodh që ata temijet sipërfaqësore që gjysmë aty në territorin e Kosovës, ku do të jetë anëtar? Këto janë çështje të cilat janë mbi 50 vite si probleme të hapura. Dhe rregullohen me ligj për minjera minerale apo me ligjin për obiliqit? Me ligjet për ambientin janë këto. Këto janë ligjet të cilat i përcaktojnë ligjen mbi ambientin dhe tash nëse ne mendojmë që të përfshihen gjitha këto zona, ato janë përfshirë me ligjet edhe të eksproprieimit edhe me ligjet të tjera të cilat nuk janë direkt të dëmtuar siç është komuna e Obiliqit. Urdhën kryetar. Faleminderit. Fillimisht du me njoftu deputetin që Krushevcit nuk i thonë lejthisht, Krushevcit i thonë dardhisht. Dardhisht, po. Kurse ndot zona, jo, e the lejthisht. Sa për korrigjem. Sprish punë. Sa e përket çështjes nëse don me pa vende me të ndotura se bardhin, nuk kem absolut kur gjë kundër bardhit. Absolut. Po kur dush mundesh me ardh në Biliç me vizitu Biliçin, me e pa lethishten, me e pa palajt, çfarë gjendje janë, me e pa hadën, çfarë gjendje janë. Shqipitullën. Po më duket e the se përveç lethishtes 40 vjet kam jetu edhe në Bardhman. Nuk më ndërpreva nëse ka mundësi ta kryj ose që merre fjalën. Kjo që nuk ka që nuk e di. Nëse bën me Nëse e di ma mirë në shtaset ti.
Po e din, që pëse se din? Unë veç po du me të adhoni së qarem. Dhe i para 10 viteve, që 10 vite nuk jetoj. 40 vite rafsh kam jetu edhe kam udhëtu në për tonë ato pjesë. S'ko ke konë më të në bilis? Jo, po nuk e di. Ha të shë e bilisin që farë zënë jeton. Unë nuk më dërprej, ta të kisha lutë. Nuk e di, ta shtë aje kona jo. As ti s'po jeton aty. Po ka mundësi që s'jetoj. Nuk Po e di sa nëse, se përmbylla. Mos e shëndrërin që Për hak të sinceritetit, për hak të ndëgjuzve që janë, kjo nuk o kulturë, ndërprejra nuk o të kulturë. Prit të përmbylli, problemin ke mujtë me paracitë se me 30 nëntor është miratu për herë të dytë, kurse ligji, leximin e parë e ka kalu në tetor të vitit 2015. Dhe asë njëherë ju e ndëruara deputetën nuk jeni interesuar që të shkoni të shifni qa ka ndodhë me atë ligjë. Dhe tash, cila është logjika kur ju e quni diskriminim ose i klandistum ligjë, si keni atë drejt të thuni 72 deputetëve të cilët miratuan ligjin, për obilisin që ata pas kanë bo veprimet të tilla. Ne, në ndë, eja të lutëm shifë si e tënë, qytetari për rreth Kosovësa, si e tënë qytetari në Shqipitull, Lethisht, Sibëvc, Egrabëc, e gjithat të tjerat. Tregona tantjema përcaktohet në vendin ku eksploatohet thëngjili. Nuk ka eksploatim të thëngjili në teritorin e Fushë Kosovës, se keni shumë gabim. Pra nëse është, të përfiton Fushë Kosovës, s'ka të keqe absolut. Nëse thëngjili po mirët në Fushë Kosovë, tantjeme le të merë Fushë Kosovë, pse ja? Kurse sa i përket çështjes së gropave, është i obliguar operatori me ligj që gjithat i trajtoj. Mbetërinat e hirit nuk janë në teritorin e Fushë Kosovës, po janë në teritorin e Obilisit. Çështja e hirit të mëhershëm është duke u trajtuar dhe po trajtohet është përmbyllje e sipër. Kurse ujërat fenolike që i përmeni edhe i nderuari deputet me herët, që derdhën në Sidnic nuk janë në Fushë Kosovë. Kjo dëmton ambientin në tërësi, edhe për rreth. Por nuk është në rregull që mas miratimit të një ligji, i cili kaloi në të gjitha komisionet dhe u aprovu me vota unanime gjithashtu dhe në kuvend, tani të ngritet një çështje kur ka mundësi në të ardhmen të trajtohet me aktën në ligjore. Ka mundësi në të ardhmen që të shihet nëse po bëhet eksploatimi në Fushë Kosovë, le të merr Fushë Kosova. Nëse ka zonë, ata përcaktojnë ligji, ata nuk e përcaktojnë komuna. Këto mësie deputetës përgjithëta një herë mandej. Ose është Tashte mos jo kundërlisht, po në jo, mos krijoni këso konfuzitete që të panevojshme se nuk është mirë. Punën e parlamentit mundet me njoftë shajip edhe unë, po nuk po besoj që është fort në fah i kryetarit komunës e Obilisit. Vallaj deputete kam qenë në për gjitha komisionet një 48 herë kam qenë dhe sa miratu kjo ligj dhe asnjëherë s'kum po të është më interesu. Votën për qytetarët dhe kemon me u interesu. Tregoj, pse e thash klandestine dhe pse e thash në mënyrë kontraband. Komisioni, i cili ka kompetencën e trajtimit e ka pas të këtij ligji, udhëheqet nga kush udhëheqet nuk e di, nuk është më rëndësi. Unë gjatë ton kohës kam kërku sepse ne deputet mund të marrim pjesë edhe kur nuk jemi antar të komisionit. Unë s'jam antar atij komisioni. Por kam kërku që kur trajtohet ligji për Obilishin, unë të jem aty. Kush e ka ndalë këtë, unë nuk e di. Shtek që i bëj unë kërkesë me shkrim. Jo, veç pak, më falë. Nuk ka mundësi unë me i bo kërkesë me shkrim, shajp mujes, me thonë të Po vjen keq që po e thëmë, po unë e po shumë deputet të partive të ndryshme që s'ka marrë pjesë, që s'ka qenë antar të komisionit. Po pikërisht këto jam ty e thonë. Kam kërku vazhdimisht, veç pak, ta kry. Po nuk është mirë me kriju dezinformim, po vje keq. Që me uftu kur trajtohet ligji për Obilishin. Kur nuk më kanë njoftu. Kur nuk jam njoftu për dëgjime publike. Kur nuk jam njoftu për amandamentet. Amandamentet, ligji madje, amandamentet s'fundi kur janë bo jashtë randi ditës. Shajp si mas informacionit të deputetit LDK-s që ka qenë aty, nuk ka qenë hiç në randite,
ligji, për obilishin, edhe e kështi që ashtu, hajtë. Jo, po më keq po Jo, ka hyrë randitës që ashtu. Jo, më falë, tash, edhe në parlament, parlamenti e ka votu. Me bo fatur politike. Jo, fatur e keni boj, ose për fushat po boni me. Jo, në absolut. Jo, fushat e keni boj. Në parlament, është e vërtet, e kanë votu deputet, nuk diskutohet, se na, nuk me fshef argumente, për kundra, se unë veç po du argumentet me qita, ka qenë pike 13 e randit ditës, ka dalë pike pare randit ditës që nuk është në i krim, pse ka dalë, por shka ju dasht bash asë shpejt, nuk e di, sepse ti kishe pas me gjas do pun, po edhe unë i pata do pun, nuk mujta me kon bash atë në pike në parë të randit ditës, para tona pikave tjera. Nuk e di pse ka pas nevoj, pse ka pas arsye, me qenë kjo. Po hajde po e lojmë, ti lojmë krejt këto. Edhe nëse kam qenë, edhe nëse s'kam qenë. Mu po më intereson, esenca e ligjit. Kjo, më falë, kjo që po flisni ju, jo ligji për ambiente, jo, është e vërtet, ato ajo i përfshin krejt Kosovën. Kjo nuk diskutohet. Na, kemi me miratu ligje edhe për ambiente, edhe për ligje tjera, suplementare, tjera. Por problemi është që këtu mërne lexon e ligjin edhe njëherë. Lexon e ligjin. Burimet e ndotjes. Zona e rrezikuar mjedisore. Burimi ndotjes është mija si përfaqësore, gropat e mihjeve, grumbujt e hirit dhe thëngjillit, termocentralet, deponit e mbeturinave. Ndërsa, zonë rrezikuar mjedisore, çfarë kontradikte, çfarë absurdi, është vetë mbrana ligjit. Zonë rrezikuar mjedisore përfshin rrezën distanca ajrore deri 5000 metra, nga pika në mes dy termocentraleve. Dhe, krejt këto burime që janë përmen këto, shumica e vendbanimeve që janë pjesë e ndotjes së këtyre burimeve janë jashtë kësaj zone 5.000 metra. Kto shëndron? Tash domethënë këtu po flitet edhe për edhe për nxjerrjen e thëngjillit. Domethënë, unë mund të mos jem krejt e informuar, se as nuk punoj aty, as nuk jam gjatë dete, as nuk jam gjatë detës. Që kjo vija 5.000, domethënë e ndon mihjen si përfaqësore, marr në mend. Në bardhet madhë për gjysmë. Dhe që atë dhe në gjysmë më rrimë kjo vija, e tash në bardhë madhë, e në mihjen si përfaqësore, e ndë nëzirët të nxellë. Jo. Po. Nëzirët të nxellë. Jo në masën sa është nëzirë. Jo, së nëzirët heqë. Jo, nëzirët që shjo. Mija si përfaqësore tani... Që të nxellë nëzirët. Graviton në hode graviton. Dhe quet mija e si boci. Si boci tjetër. Nuk ka diskutim për si boci di. Jo, në hode është mija. Po shka me bo këto 50 vite, një ndorje racionale. 50 vite, domethënë, për çështjen s'kan ligj. Ligji i trajton shumë mirë të gjitha pikat sa i zonja me leate. Zonja me leate, veç pak. Ka shumë një ndorje racionale, pasi që zonë me amandament mund të plotësohet nëse e kemi me të vërtet, nëse e kemi me të vërtet qëllimin... Je shumë vonë, je. Jo, më nuk o vonë. Po nëse mendon që zgjedhjet bëhen shpejte, po bën në fushat... Jo, nuk o vonë për litë. Jo, zgjedhjet i keni jo, nuk kam zgjedhje, nuk o problem. Mos bën fushat... Jo, fushat keni bo ju. Fushat. Kur e lem gjysmen, domethënë keni bo fushat. Ju s'pari, po dezinformoni publikun, po dezinformoni publikun rreth procedurave. Procedurat ekziston rregulloria e kuvendit. Të lutëm, veç pak, ekziston rregulloria e kuvendit. Nëse shkel rregulloria e kuvendit, ti kishe dalë me shkelje, me thonë ky ligj, ky nen, ky pike rregullore së shkelur. Asnjë nuk u shkelur. Dhe tjetra, pse ty të ka kujtu kjo, të lutëm, mos dezinformo opinionin. Ligjin unë thash e kemi tërhequr ligjin, nuk pres paftësinë e qeverisë të merr vendim mbi kurriz të qytetarëve. Unë jam shumë krenar që kum kryesu komisionin dhe kum kalu ligjin. Për çfarë arsye? Që t'jetë opinioni shumë i qartë, unë kam qenë për me tërheq ligjin dhe me bën një formë të tjetër të një udhëzimit multifunksional ndërministror. Dhe edhe në atë pikë nuk ka dashur të merr pjesë qeveria. Prandaj ka dhe me shkrim qeveria, unë vetë kam çu letrën, e ka nga viti kaluar,
as njëherë, as Ministri Financave, as Kryeministri, as që janë interesuar. Edhe Komisioni për Bugjet dhe Financa, kemi debatuar mbi 2 herë. Ju po thoni, nuk ka thirrë askush nuk do të thirrë, ju i dini procedurat si thirrët në komision. I qohet letër, email komisionit, edhe i qohet administratës së komisionit dhe thuhet, unë shprehi interesimin të ftohem në këtë ligj. Një zotërimia, të e procedura që nuk kemë nevojë me zbalu shumë. Janë procedura që nuk kemë nevojë me ushtë. E ka qitë në rënditet komisionit pa kanë pikë rëndoj që... Ligji ka qeni përfundur. Pse tu kanë gut ka shumë të di. Po mendoj që... Se s'kom dashtë mu prish qeveria prapë si e kalurja dhe me metë prapë kjo ligj edhe për 2 vite tjera. Po jo, kjo ligj është i manë. Kjo është Nëse juve po ju ngutët për ndonjë arsye personale o tjetër. Nëse ju kanë ngutët për ndonjë arsye personale, është diçka tjetër. Por arsye të rregullimit të materjes, ligji... Se nuk po vjen me bisedu për ligjin e Hadës, pra, për problemin e Hadës. Mos të vetëm zoti kryetari, zoti deputet, po mendoj që ligji është shumë e rëndësishëm se sa procedurat e thjeshta në vendin e Kosovës. Po ikin ligji, se e din çfarë kanë bërë. Po fol për procedura si ka. Ju keni qenë iniciues i ligjit zoti Kuleta. Po e citoj këto, unë në këmë lezu ligjin krejtësisht mirë, po ajo që po thotë zoja deputete, burimi ndoti të konsiderohet mijet sipërfaqësore, gropat e mijeve, grumujt e hire dhe zgjidhjet termocentrale, deponit e mbetorinave. Ndërkaq, zonë e rrezikuar mjedisorë përfshin rreze në distancë ajrore prej 5000 metra, a ka këtu një diskrepancë në mes të asaj që thuhet ligji dhe territorit që përfshin ligji? Ideja është tash burimet ndotës janë të ndryshme, por burimi kryesor është termocentrali. Do të thotë edhe këto gropa të mijes, jo është. Më falë. Shke 5.000 metrë që ta tregon që është kjo. Jo, më falë. Kjo mija... Me ligj apo lezon format? Jo, me ligj, burimin ndotjes nuk po thotë ma kryesore o termocentrali. Me ligj po thotë, burimin ndotjes është mija sipërfaqësore, gropat, deponit, termocentralet edhe deponite. Po, ta shko bëhet ligji, mirë është parasysh, prandaj... Cilat të gjitha janë në këtë zonën diametër 5 Po nuk janë, nuk është e vërtet. Vesh një sekund. Këto është harta. Është më gabim e Xhafer. Këto është harta që është paraqit me kohë. A janë krejt çto vend banime fush Kosovën në gjatë diametër. Vesh tash to. Më fal, a janë lutem, a janë. Mos sharu se këtu më veç Jo, a janë në atë diametër, a janë çat diametër krejt këto vend banime që janë krejt në hi edhe në mije sipërfaqësore. Të gjithë ndotësit të cilët... A janë qatë reze? Po, të gjithë ndotësit, që Kosova O, B, Kosova O, që minjera, që deponia, që gjitha e ki, që merë shifi. A është bardhe i madhë. A është dismiri. A ka mundësi dhe shfaq. A është mundësi dhe shfaq. Po du të në pytje për Kuzmini. Kludëm deputete. A është tjetër aty. A është Bregolia. Burimi i ndotësve... Burimi more për burimi. Ideja së është ndonë të zona është kështu. Jo, unë po ta kuptoj. Unë po ta kuptoj halën. Unë asni halë personalisht nuk e kam. Jo, keni halën për Jo, halën është që keni bo ligj manë. Jo keni halën për identitet politik, për shkullin elektor, po të shveç pak. Po jo, se nuk jemi na... Antartë partisë tonë, jo, nëse është ai hall, atëherë ju e pas i bo fushat. Të Bellaqevcit, ju e pas këtë bo i kam taku në vetë personalisht, dhe jam mundu, me përnjori tua, jam munduar që ta kap ky vektor. Jo, vetëm pak, po flasim nga aspekti profesional. Ky ligj është ligj partijak, është ligj fushate, për mu është ligj i Kosovës. Absolut, ky nuk është. A ka mundësi deputet veç një sekund përgjigjen pyetjen? Apo improzi shkoj jeton në Bilic, ta vinë në Bellaqevc edhe janë në rregull. Vesh një mund ta them, jam njeri më i lumtur që përfaqësoj qytetarët dhe o Bilicit. Dhe falenderoj shumë kryeministrin e vendit që disa herë ka ardhur për këtë temë. Falenderoj shumë kryetarin e kuvendit që ka qenë personalisht dhe i ka vizitu krejt këtë pjesë. Edhe në urim, edhe një kongë, që t'ja... I falenderoj këtë shefat e grupeve parlamentare, të gjithë shefat e grupeve. Pse me falenderu, për shka? Sepse kanë dhënë kontributin dhe kanë kuptuar me të vërtet që... Po shka, pse që është personale është kjo? Se së është obligim dhe detyre jotja. Po pikrisht për këto po flasë.
Pse me falem? Po fol mas një viti. Po pse mos me falenderoj dhe me nekon? Jemi të diskriminuar zotin Po jo, mëre. Fali po me vërtit më e dhon, po nuk më doget edukuar. Po, përshëndet dhe më ka para së do, se na në Janë obligime, marë janë detyrat të secilit Përcaktimi në nenin 5, kur është inicu ligje, thuhet përcaktimi zonave bazuar në nivelin e ndotjes. Ajo pyetja që ke burimet ndotjes. Bazuar në burimet e ndotjes përmes këtij ligji përcaktohet zona e parë, zonë me rrezikshmëri të lartë, që është mbrana 3500. Po flet për të parën, jo për këtë ligj tash. Jo, tash. Ti po flet për ligjin Unë po flas për draftin që inicu se tash lexove për ligjin. Tash lutem ta përfundoj. Edhe zona e dytë është zona 3500 deri në 6000. Pse nuk është kontradiktore po flas. Tash këtu është 6000 metra. Këtu zonë përfshihet edhe ke mija e Bellaqevsit, e Bardhit Madh. Mija sipërfaqësore. Përfshihet edhe në pjesë e Fushë Kosovës. Kjo propozimi fillestar, po them ka qenë. Marrja e masave në këtë ligj. Edhe kjo që është sot. Ka me reduktu shumë ndotjen edhe në komunë të Fushë Kosovës. Sepse do të mirën masa aty. Filtra do të vendosin shumë janë vendosë veçtash. Do të krijohet rripi i sigurisë që është i parapa me ligj, me gjelbrem, të cilët do ta pengojnë ndotjen. Bën ligj për termocentrale. Do të miret edhe disa. Bën ligj për termocentrale. Po jo, për termocentrale. Për një desë nuk mundesh me për termocentrale. Për burime, se nuk është burimi vetëm termocentrale. Nëse po flisni për termocentrale, bën ligjin veç për termocentrale. Unë këto thash për me mërhijet koreksis kryetara. Jo, nuk e personale. Jo, absolut jo. Ta vendosim komunën pesheni personale, kuvendin personale, unë u përgjigja Kosovën personale, çështjen. U përgjigja për qenë korrekt me deputetën. Mirë, po unë mendoj që këto do të flasin për thelbin për çka jemi mbledh. A cila është procedura që duhet të ndiqet tash me ligjen? Edhe po pajtohemi që duhet me qenë me përfshi pak ma tepër hapësirë. Prap, a është procedura e duhur që presidenti mos e në shkruaj ligjin edhe të kthehet mrapa. Unë e konsideroj këto shumë të rrezikshme. Unë jam sepse kom qenë vazhdimisht që rrezikum. Po, që rrezikum. Jo, bomba atomike nuk vjen. Jo, garantoj që nuk vjen. Nuk vjen bomba, po ky ligj ka gjasa me met prap në procedura, ashtu që shka me deri sot. Jo, nuk kam garancion, nëse pi përvojës, po thonë që ke ka me deri tash. Nëse hynin këso parajgjykime, atëherë na do të mos me bë kur gjë. Jo parajgjykime. Nëse nisim me kësi parajgjykime, e kemi vendosur një guri këtu, unë them këtë guri mos e kthejmë mrapa. Me kthy jetën e punën tjetër. Mirë, po tarmen deputete jemi, moni me amandamentu. Duhet me u vendos tamam. Moni me amandamentu. Edhe me çun komisione edhe më miratu me jedhë pjesa tjetër. Bëhet ndryshim plotësim ligjit. Pse me kthy po pra? Pse me rreziku krejt ligjin? Unë po çudit na kjo po tregon shumë. Kjo po tregon, jo po më vjen keq. Prej përvojës po flas. Nëse procedurën, nëse për juve kanë rëndësi vetëm një pjesë e qytetarëve besoni. Për qytetarët të gjithë, jo ti nuk e ke hallën as krejt Kosovës, po ti ke hallën veç me bu politik, fushon. Jo, hallën, po shihet ju sa keni bërë këtë. Veç pak, nëse ti na keni bërë politikën, po shihet. Nga kryeministri, ju e keni kryeministër edhe shef e kitë partisë, ti mundesh me pyet, a ka qenë në dieni? A është bë klandestin apo s'ka qenë? Arsyet pse është vënu, pse është neglizhu? Vesh ligjin. Dëgjoj. Vesh ligjin për këshire. Vesh këshire ligjin. A do më nalon me fol që apo do në... Po, jeni ty fol, të në kohën. Lutëm, jo, nuk jesë për dezinformant. Jemi në fund të misionit të muja. E kam një pyetje për inisusin e ligjit. Kure keni inisu ligjin, qa keni mendu? Keni mendu vetëm në ambient, apo keni mendu në kompenzimin e kthimin e të mirave nga tantiemat e qytetarët? Se këtu me të vërtet është një lloj konflikti për arsye se nëse gjysa e mijëve janë në territor të një komunës tjetër, qysh ka mu rregulluar çështja e kthimit të tantiemes të qytetarëve? Proporcionalisht. Çështja nuk po rregullohet me ligj. Me cilën ligj? A rregullohet me ligj? A do të rregullohet me ligj të obligjit apo me ligjin për minera minerale? A është rregulluar me këtë ligj? Definuar mira prej qendrës si ndahet për komuna, është si procedurë do të më rregullu me ligjin për minera. Këtu është para pa, më mendoj që paragrafi që është këtu realisht do të më qenë edhe në atë ligj.
A do të më harmonizohet këto dy ligje, pasi që në këtë ligj përfshihet saktësisht tantiema po, po më që kjo është rregulluar me neta do të me vletë edhe atje. Edhe i bëhet një padrejtësi qytetarët të komunës Fushë Kosovës, pasi që gjysa mijëve janë në atë pjesë. Jo, absolutisht jo. Tantiema tash mos të mirët kjo sikur kam ju nda 20% kuvendet këto komunës të Biliqit. Jo kam ju nda. Jo, vetëm një sekond. Se kuptohet, nuk e di tash ka vasa se pas deri në fund. A ka mundsi? Nuk është që kam ju nda 20% edhe tash komuna bën çka don. Këtu janë masat që duhet ndërmirën. Edhe ajo tantiem ka më shpërnda në masat ndryshme që do të ndërmiren, që janë para pa me këtu me ligj. Janë masat për burimet e ndotjes. Jo, veç një sekond lutem. Veç një sekond lutem. Ato për shembull, saktësisht është puna e mjekësisë. Vetë lutem ta dëgjojmë se në tepër i durush më tregova, besom. Në fushën e mjekësisë kanë rrit kapacitetet. Qoftë fizike përmes aparaturave, përmes hapësirave të ndryshme, qoftë përmes stafit, domosdoshmit personelit, qoftë përmes specialistëve, të cilët do të mirën me trajtimin e smundjeve që vijnë direkt prej këtyre ndotjeve. Aty nuk ka me pas ndalum qytetari Fushë Kosovës, që është i dënuar për kësaj pune, me shku më shëru edhe me një procedurat. Ose para po me dhe buxhet për trajtim jashtë vendit, një problem që dihet e kemi të vazhdueshëm, që komu para po mbrana këtij buxheti. Ne nga statistika zyrtare qendrës mjekësisë familjare në komunë të Biliqit, e kemi që çdo ditë ka 20 raste të reja me smundje të kancerit. Raste të reja jam të fol çdo vit nga 20. Mos flasim për smundje tjera që janë ma të lehta, por që janë smundje gjithashtu të mushkrive që janë pasojë ndotjes. Edhe të Fushë Kosovës nuk e përjashton absolutisht ky ligj. Nuk e përjashton ky ligj. Prandaj ndamja për thomën e bëhet në sektor caktuar, edhe nuk ka që kam marr komuna, kam investuar në diçka tjetër. Kanë me shku në shërbime të cilat kanë shërbime gjithë qytetarë që janë prekun. Komunës të Biliqit. Agim tash kjo është po kiçë ti tash apo është misionit. Shkurt. Mas je kryetari Po komunës. kjo është po thotë, ti është po kiçë. Jo, nuk ka shumë po koncept. Jo, anë shumë mirë, po unë tregova pak më herët e fola këtë çështje. Ligji inicial ka para, po, edhe komunën e Fushë Kosovës. Po pse është ndronë në mënyrë drastik. Po. Ka qenë edhe një farë komisioni, ku ka qenë për fashtë, edhe komunës Fushë Kosovës. Po është hek. Faleminderit. Po skica. Amo hek ajo ai ligj. Po hek ajo pjesë. Po hek, prandaj në po insistoj. Jo, prandaj po insistoj unë me më kthy temë. Më kthy temë që me zgjidh problemin. Sekretari i komunës nuk ka. Si mu po më duket pse janë krejt. Vendimi gabu me kthy krejt. Për çka ligji është kurrë shumë. Çështja së tantiemës që diskutojmë, tantiema paguhet aty në atë komunë që mirë. Po kjo është shumë lehtë të definuar. Po ne e dim që aktualisht minjerat janë në komunën e Biliqit. Në të ardhmen mund të kalojnë në Vështres, sepse janë të shkuar drejtim te Vështres. Kurse sa i përket çështjes së ndikimit në ambient, është çështja e kogjërimit. Do thotë që me ligj përcaktohet, ndotja e ambientit është jashtëzakonisht e madhe gjatë sezonit dimror në komunën e Biliqit. Pastaj është çështja e murit që e tham edhe më herët, muri i Gjelbert dhe muri mbrojtës nga zhurmat, që do të ndikojë drejt për drejt në krejt regionin sa i përket ndotjes. Pastaj është çështja e infrastrukturës, që është jashtëzakonisht një punë e madhe në atë drejtim, që është të shkatruar për shkak të maqinerisë së rëndë që graviton në atë zonë. Pastaj është çështja e energjisë elektrike, që qytetarët të kenë rrymë 24 orë, sepse po e japin edhe tokën e po japin të gjitha dhe po i psojnë. Për dallim me komunat të tjera, komuna e Biliqit është mbulume përveç minjerave që i ka, deponin e mbeturinave, dëmtarë që vazhdimisht prodhojnë energji elektrike. Është pothuajse një pjesë e madhe e territorit që është mbulume edhe me rrjete të tensioneve të larta. Me siguri gjithë e keni pasur në Biliq në kundërtim të objekte. Pse? Sepse nuk t'jep mundësi për shkak të rrjeteve të mëdha elektrike që kalojnë në atë zonë. Pastaj është çështja e hallit të trajtimi i urave në like, unë besoj. Duke kërku fare për shkak të rëndësisë së temës, ka që është koha me zonë subvencion në fakt që është dashur të më shumë kohë me pas me trajtu këtë temë kaq të ndjeshme dhe kaq të rëndësishme për Republikën. Mirë po, i kena kaluar më shumë se 55 minuta kohë të diskutimit. Unë shpresoj që do të them prapë sa temë do të diskutojmë edhe herave tjera, pasi që të harmonizohet edhe ligji për minera minerale dhe ta sqarojmë
më mirë për qytetarët se si do të rregullohen çështjet veçantë të antimës dhe mbrojtja e ambientit. Faleminderit Nuk plotësu ligji për minera minerale nuk do të funksionojë as si Trepçës, as si Obiliqit. Prandaj po Dhe them se krejt operatorët do ta ftojmë edhe Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik dhe do ta bëjmë në një emision tjetër për të sqaruar më mirë harmonizimin mes këtyre dy ligjeve dhe procedurë do të Bëjmë ligjin për Obiliqin, i bëjmë edhe ato. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen dhe për komentet që keni shkruar. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim javën e ardhshme.